Pjetërshan është një nga ato vendet që në çdo stinë merr një pamje të veçantë. Ky fshat pas që shkëlqen me magjinë e tij gjatë festave të fundvitit, po kaq i bukur duket edhe gjatë muajve të pranverës ku qetësisht duket sikur po sjell me vete një jetë të re. Këtë fillim maji, në këtë ambient fshati, livadët kanë filluar të marrin freskinë e tyre e pemët vetë se kanë nxjerrur sythat e parë, bashkë me ajrin që mbushet me aromën e tokës së lagur dhe lulet të sapo qelura. Nga imazhet e siguruara nga syri i kamerës son duket qartë se në mëngjeset pranverore, këtu dëgjohen cicërima të zogjve që rikthehen pas dimrit, ndërsa njerëzit fillojnë të dalin më shpesh në oborre rrugë dhe gjithçka duket sikur po zgjohet nga qetësia dimrore. Bukuria pranverës në Pjetërshan ka një ngjësi krejt tjetër nga dimri. Çdo cep i fshatit duket më i ndritshëm, ndërsa njerëzit ndihen më afër natyrës dhe njëri tjetrit. Kombinimi i ajrit të pastër, natyrës së gjelbëruar dhe atmosferës së ngrohtë familjare e bën fshatin të duket i bukur në çdo stinë, por sidomos në kalimin nga dimri në pranverë, ku gjithçka mbushet me jetë dhe shpresë.